shkulla goshtën beti vrima. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zullulandi. Ado qumë shtapollalu, Komarica vjen vërdalu. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zullulandi. Përshëndetje. Mirëmbrëma të dashur miq dhe mikesha të Fake Off, mirë se vini përsëri dhe këtë mbrëmje në Vision Plus me mua Albanon dhe këtë Gonin. 21 korrik 1944. Po pse të ka ngjelte këto vitet e luftës më të çmendem? Po lufte. 42-44. Shko, protesta është. Lufta në Iran, po se po. Në Ukrainë. Po viti është 2026. I vuri bombën ai, mo e hodhi e vërviti. Ore, ai ti vëj bombën e gazit. Ç'a problemi ke ti se thash 1944 on? Është Kemi në 2026-ta. Do më thonë që jemi ko lufte, po e them, me këtë konotacion, me këtë kuptim. Kjo të vrau ty. Nuk e përthitha tamam konotacionin. Po të thirthe pa. Herën tjetër do të thirthe mirë kur e thërthin. Ashtu. Tani Ashtu më do e bëj. Është kënaqësi dashur miq që në çdo mbrëmje të ndajmë lajme, ngjarje të zakonshme, të jashtëzakonshme, dhe në konceptin ton po flasun. Më fal. Po ka dhe të mesme them. S'ka të zakonshme gjëra. Sepse ignoranca nuk bën mu. Nuk bërtet, duke. Sepse malet tona janë një aleat i fuqishëm, i yni kundër armikut, për çdo pushtusi. Malet tona, po të vinë pushtusi, malet tona janë aleat të tanë. Se ai që vjen të na pushtoj, nuk i një malet tona. O Albano, se më ejnëte. Do thyesh ty se pa problem, ka 7 palë, i kam nga 5.000-10.000 euro. 5.000-10.000 euro? Po, keqe në matematikës. Dhe gjë tani. Po, 7 kemi thënë. Malet, i shkon të i malet tona, e themi malet tona kreshnike. Jo, malet tona të larta kreshnike. Qa thua Mondi? Malet jepen me paket. Jo, po jepen me steka. Qa pakete me? Paketa e maleve është një politik për njerëzit, është një politik për të drejtën pronë, është një politik për të drejtën e zhvillimit të pronë, është një politik që i shkon për shtap. Të gjitha atyre që për shumë vite nuk kanë mundur dot ta kthejnë pronën e tyre në një aset financiar, ta kthejnë në një titull mbi cilin të shkojnë në një bank, ta kthejnë në një mundësi për të vendosur një kolateral dhe për të zhvilluar më tutje e të tjera. E çfarë është kjo? E të tjera, si këto që merera. Po, kam fjallë, që du të bëjmë maleve kjo? Tashi. Na shpjegon qik? Ja, ta Mondi, do betë shpjegimi, gjdo me thënë paketa e maleve. Steka. Po, dëgjoj mua. Do me thënë, 10 paketa bën një stek malesh. Do më ndesh ta shpjegoj unë, apo do ha mencosh? Jo, më sa mencoja, unë thash, më shumë për të ndihmuar me qetësi dhe dëgjoj mua. Me dashuri. Është thjesht për të gjithë ju që keni prona në male. Ka një prona në male, ku jetë? Kanë sa duan. Kanë male? Ti vetë si agron. Po. Hypën dot në majtë e malit? Hypë, që keme të, po s'kam qef. Se lodhem. Lodhesh pra. Ty është bravo, tani dëgjoj mua këta. Vinë këta elitarët e botës që kanë shumë lekë dhe investojnë në male. Po pse në male këta? Po se aty kanë qefin. Edhe? Si du dali qobani të fëshkëllej. O, mami. Se a i s'do investoj në një male, a i po mori do marri paket malesh, 2-3 male. Dhe male gëndej, që ti dali qobani të fëshkëllej. Bravo. Tani, këta që kanë lek investojnë në majtë maleve. Ne që s'kemi male, ne shqiptarë dorim poshtë. Dhe si gjithmonë, këta me lek sipër, ne poshtë. Po kush kënaqësia, përfitimi ku është? Se it takes two to tango. Ata, në regull, kërcet me 2 veta tango, por ata lartë, Albano, ka pisa gjëra se gjithmonë ka momente që çmenduria, kjo vapa e madhe ka rënë, të kanë ndikuar shumë. Tani më dëgjoj mua. Ata lartë investojnë me leona, dollar. Po qefin e bëjmë në poshtë, o Albano. Qysh e bëjmë në poshtë? Po se janë elitare paketa atore. Ku ke mundësi ti të vesh do të lartë atje, mund të jetë 1.000 euro nata? Janë elitare, ama qefin e bën ti poshtë. Qef bëjmë poshtë? Qa do bësh me malet? Më thuaj mua se ti e marrë me malet gjithë jetën. Qa ke bërë me malet? Unë njëherë që më tha Ramet pas të Enver Hoxha. Po? Shokën verë, mos më thuaj mua Enver Hoxha. Shokën verë. Shokën verë, ka që bërju shokën, se ka qenë shokën i majtë, që gjende shokën e tia. Po, shokën verë. Po pja, me erdi, ti gjatë temen e njefë, temen. Po, pa tjetër. Erdi temja, po pja kafe. Te ish daj. O teme. O teme, Mu luten veri, i thash 2 orë Albano, mbjep mëndje që të bëjmë me malet. Po i kishte problem malet edhe, jo? Po, pa i qatë do të më të baqet?
Baqet, Ai më kërkoi ndihmë mua. Nuk dinte Enveri nga këto gjëra. Po donte. Enveri qepër lider vetëm kaq. Dhe më thotë Temja, po si ndave çfarë do bësh? I thash do i qepem Lukovës, i thash. E komplet çan aty tash bërë këtyre. Do i bëj, thash, kështu taraca, do i qepem kodrave maleve, do i bëj pjellore si fushat njësoj. Se kjo ka qenë parull. Po s'ka qenë parull, ka qenë dogmë, aksion, unë e shpika. Tu qepim i kodrave dhe maleve, e ti bëjmë pjellore si dhe fushat. Dhe Enver Hoxha, se këtë me drejtat autorit është kështu, është Vero. Ju e Vero. Envi. Se kështu ti se, Envi. Dëgjon, po, vajti, ti ke bërë taracat e Lukovës? Jo, i kam bërë punëtor. Edhe jo Nufrit, po, ma konceptin, ide. Ti arkitekti. Vdiq ky. Po. Dhe lam si projekt se s'donin me këta, pastaj Saliu dhe Fatosnanu. Se qa do bëhet ti? Unë do kësha bërë dhe detin me këshu me taraca. Por ama, ajo që është kryesorja, baqeta e maleve. Pacetua. Baqeta, i themin në jugu, baqet. Pacetua i themin në Saran. Pacetua. Do ta bëjmë Shqipërinë si Zvicër, ore Albanos. Qa nuk të besoj ty? Si Zvicra, mos ja fut portës ta shqitë dhe kardës. E ka thënë ai. Ai del thot që ai them unë. Po, prandaj po them që si ka thënë. O, mondi. Shpjegoja çik çka ka thënë ai që kam thënë unë. Habi e madhe thot një blerta këtu, një vend i kaq i mrekullueshëm, tham po na ban një Zvicër të vogël, flitet për paketa si lodër. E pra, blerta, Zvicrën e vogël e ndihmon dhe kjo paketë. Se çfarë është Zvicra e madhja? Zvicra e madhe është një vend ku ka turizm dhe nuk ka turizm thjesht të njerëzve që marrin një shkop në dorë dhe vetëm ecin, po ka turizm elitar të njerëzve që shkojnë atje dhe konsumojnë shumë para. Dhe prandaj fshatrat e Zvicrës janë aq të pasur. Kjo Zvicra e vogël sipas neje, nuk e di sipas teje, bëhet pikërisht duke i dhënë mundësi njerëzve që janë në male që të investojnë në harmoni me natyrën dhe që të krijojnë mirëqenie pa qenë të detyruar t'i braktisin ato male për të shkuar dhe për të punuar për të tjerë. Ore, më falë. Mori vesh me blerta, jo se ka me këtë blertën. Mori vesh me blerta, që të bëhet Zvicra jonë e vogël, si Zvicra e madhe, nuk duhet të Ilir Meta që jipte maleve për të shkop në dorë. Edhe Jurikim. Edhe Jurikim. Edhe Prisha Selek. Hypit Maj Korabit, merrte bukë me vete. Jo, do të ketë resort aty. O nxjerr. Pritë një sekondë. Miliarda euro. Ore, në rregull. Dhe këto lek blerta nuk i marrim as në asti. O inxhinier. Atë pyes unë që jam ignorant në këtë fushë. Çfarë do të doj paketa? Kemi baqetën e maleve. E kemi. Tani, për çfarë do t'i harxoj parat ky elitari? Se kuptoj. Prandaj, dëgjoj më. Kjo nënqeshja jote është shkatërruese komplet. Sa shumë që ndihmi ju Zvicra ka male dhe ka resorte, nuk di ti shesi. Qa thua? Ju të shetë vetëm ushqim dhe fjetje. Është marketingu? Do vi turisti. Jo. Por do vi si s'do vi. Po do vi. Do vi me zorë se i vajta i mora me zorë. Mira mondi, do vi. Do dali aty në majtë malit që resort? Në Maldajtit. Po e në majtë po dhe në veri, Dajti malës. Se s'do bësh baqet dajtin tjo. Jo, s'është paket dajti. Mi jezerca. Dajti cigare apur, është që. Jezerca. Jezerca. Jezerca është Kosovës, e të shmendi. është tona, ore, që ke këtë mullon? Si është këtej? Tona Jezerca, kemi bashkë. Se Kosova tona që kemi bashkë. Po bashkë, me Jezerca është mali i lartë. Në Jezercë. Po. Do i në resortaj? Dhe do shkoj? Se do t'y në malaj? Se t'y në resort? Po në mal do ketë resort, mor, o deko. Edhe? Aman, ore, se... Po, si do argjoj leket, pra, se nga që mënde? Po, sa i pik të kokrat mi argjon, ti me të të gjumë. Si do i bo, të zmarrë veshun, ha? Do dali në balkon. Ai. Këto do fus në menu. Një e parë qielli, 10.000 euro. Po vetëm nga një drejtim. Natyre. Po pra, qikon. Nga një drejtim. Po vetëm këtej është 10.000 euro. Se po pedhe këtej, 2.000 tjera bonus. Si kemi ne këshune. E parë, më falë. Më falë, një sekundë. Qëfar? Do vendoset muzikë në këto paket e male. Male, o ju male, që keni shumë male. E pse këta do vendosin për ata turistët elitarë? 200 euro vargu. Ta dëgjosh. Male, o ju male. Pap dhe bime gjetona. Fut 200 euro shin aty? 200 euro, vetëm ka gjosh. Male, o ju male. Do vargun e dytë, do 200 qatë tjetër. Keni shumë male. E të gjitha këto pastaj? Pap 200 tjera. Dhe merë një vale. Pap 200 tjera. Pastaj shton për pensionistët këto. Jo. Jo, re, këto do i vjedhin. Ta që vjedhin që këmore të eko. Kur do bëhet Zvicër Shqipëria? Gjo. Tani pavarësisht Gallatës e Satirës. E pra prandaj po them le Gallatën e jam njeri me ëndra. Ti e di që unë jam romantik nga natyra. Dëgjoj. Ëndërroj. Seriozisht dhe për të gjithë. Për të gjithë ëndërruesit, ëndrimtarët.
mund t'i them ne dy gjëra të mira për vendin tonë. Unë ta jap me jetë me garanci brenda 40-50 vjetësh se s'bën, ne do bëjmë minimumi sa çereku i Zvicrës. 40-50 vjetësh? Po. Edhe if you are not around, if you are underground, do vi atje, do të them... Prap duhet të punoj minjeru na. Jo në minjer, jo. Po qa? Atje do i shtrit ratë. Do vi, do të them... Të thaf të goja të thaf. Bac u kry, do të them. Bac u kry? Jo, bac u kry. Nuk e dua këshu, lapqe, na jugu. Kama thua. Dajko... Sosimo. Dajko sosi. Sosimo. Sosimo. E dua mo. Dajko sosimo. U bëmo. Po më gëzoj. Digi unë zhë bështi atje dajko. Vetëm atje s'kam qenë anjerë. Nuk lëvis sa të. Asu s'kam qenë, po me qenë ku ati. Unë kam qenë njerë. Tani do bëmi Zvicër e vogël kjo që të ti qerek, se këshu i bje. O mandi, qa ka thëmë për Zvicër e vogël? Kjo është Zvicra e vogël, e cila kërkon kohën e vetë, kërkon punën e vetë, po për të cilën sot nuk mund të më thot do të njeri që është një propagandë, është një ëndër e paralizueshme, është diçka jashtë realitetit, sepse në ndërkohë copëzat të Zvicrës vogël kanë filluar të lindin dhe të tregojnë se Zvicra e vogël do bahet Blerta në malet e Shqipërisë. Do bahet se s'ban. Do bahet se s'ban, Blerta, more vesh Blerta. Sopra të Zvicrës e vogël nga filluar dalin Zhani Kar, Zvicra e madhe, ka hedhur farat e saj të Zvicra e vogël, sepse kështu ndodh Blerta. Kur një Zvicrë e madhe bjen dashuri me Zvicrën e vogël, vjen dhe e prenon atë si Blerta lulet dhe dalin nga Zvicrat e vogla pak nga pak. Bajketa hapet. Do me thënë, nëna jonë akoma s'ka lindur një Zvicrë të madhe, po kemi bërë si të thuash atë... Po flet për qartë. Atë elektro... Po nuk më duhet fare. Shokun që shikojnë fëmijën. Po ti flet për ufot apo po flet për njerëzit? Për njerëzit. Por tani ky po jep konceptin e paketës së maleve. Do i thot njeri këti që nuk i shkojnë të syzet. Do më dëgjosh, a? Do i thot njeri që nuk i shkojnë të syzet. I thoj ti ndroj syzet. Për mua e ke fjallën. Ati. E di, ndroj ato syzet. Je bërti tartaruge ninja. Ndroj ato syzet. Me ato syzet ka... Jo, Amiri ka këto. Po ama që kam një ideja. Dorvi madhi, zotë. Ato djetnaj, ato që kishë vënd djetnaj. Blej me skeletë bartë ti kombinosh me mjekëve. Jo, mua. Gjithë e lujën mjekën zesë, për lujën të bartë. Po kontrasti ku është? S'ka kontrasti? Kontrasti është që të fotë... Do mëremi me mjekërën dhe me syzat redi. Kontrasti është që e ktheu bisedën për 4 javë, nga brek deti nga zvënezi, e qojtë e paket e maleve. Do më dëgjosh apo jo? Do të dëgjoj, edhe... Dhe shumë njerës, ashtu si kurse të shajnë dhe ty. Sharjet faktikisht nuk të bëjnë mirë, se... Ore, jo, e ke gabim. Unë ja kam mësuar dhe rrethit tim të ngushtë. Këta që mbaj afer. Edhe Edit. Dëgjoj më, të gjithve, Edit, Trump, të gjithve këta i këthejmë, mos u mërzisni kur ju shajnë. Se dhe mua më shajnë, i them. Unë shajnë i këthej në forcë. Që që dhe ju këthejni në forcë. Motivohesh ti, bërë? Këto në Albano, kështu ti motivohesh? Motivohem, pse? Sepse, kur më qua ndikush operandor rus, po. a i mua më mburë, pa e ditur, sepse andej del jeta. Në përshtigje ku shkon jeta, shokit dashur ty të jeta, unë në ty. O mandi, unë në ty. Se sharat të bëhet shëndet. S'ka problem, sepse ato sharjet mua bëhen vetëm shëndet dhe fort, por janë problemi atyre që i bëjnë, sepse si hynë të ashtu dhe dalin, hynë të pa informuar, dalin të pa informuar dhe vazhdojnë të keq informuar, zgjedhja është edhe kjo. Tani, ka një problem, mos u merr me shnetin ati. Të lutem. Sepse në gjitha këto, qa ka thënë aje ka bërë? Se e tha që ne jemi qeveri që themi një gjë dhe njëkohësisht dhe e bëjmë. Pra, ti që i ke rëshqitur këtyre muhabeteve, lartë e porse edhe ti e një djadarak, jo, si janë shkollove gjithë bisedën, po flamingot kujle. Kujle! Sinqerisht, harova fare. Po pse? Kjo është ajo vëmendja e shpërqendruar që ke mësuar mjeshtrinë e aktorit. S'ka që me 4 kam marrua shkollën, shpeti. E të kaluame? Me 5 më fali. Mirë, me 5. Ti je flamingo, Alban. Përdro? Je flamingo. Jo. Ke respekti për flamingo? Për flamingo të kam respekt, po vetë s'ja. Ja dëgjoj. Hajde, Mondi. Do t'ju informojnë vijim për shumë shka, por shumë respekt për flamingot, që më kanë mësuar shumë dhe më kanë bërë të mendoj thellë. Dhe vetëm refuzim edhe neveri për ata që janë sora dhe korbat e mbledhur të këtij vendi, që këndojnë vulgaritete në kor dhe ju duket se po ndryshojnë botën,
asgjë nuk ndryshojnë ata. Dhe asnjë shans nuk do kenë këtu në Shqipëri. Apo Klodin. Klodi? Po Klodi? Se Klodi këndon nga këto, Rama Burg, Berisha në Burg. Lëre këtë, jo. Rama në Burg, Belinda në Burg e kanë përdës. Nuk dëgjon asnjë. Po, edhe ky Klodi ishte në kohë. E fundën finale botrorit të këngën. Jo. Rama jepe dore që këndon ata. Messi. Në atje, në New Jersey. Në New Jersey. E dëgjova deri në Amerikë, dëgjova edhe Trumpi. Po, dëgjoj, që nga New Jersey deri në Sauk. Në Surel. Në Sauk. Në Sauk. Mandi! Në Sauk. Sauk është mbushi 1 vjetorin. Këto ditë e mbushi. Mbushi pra? Po ti thua mbushi 1 vjetorin këto ditë. E mbushi, more. Këto ditë. Ose mund ta mbushi, se ma e më fikë qatë e kri. Po e di që fund goriku, kur ha pika mere në Sauk. Tek merdese. Po dërshë shkoni te medreseja. Po. Pazari elektrik, plastika, tregu elektrik dhe xhamliku. Mbi kalimi o zonë Astir, nuk ka Astoria në Shqipëri. Astir? I lutem, nëse keni konfuzione për adresat e pikave fizike se dajkuaj nga tron pak, hyni në internet, www.ozon.al dhe bërë në 24 orë, qameti 72 orë, po e pate shpinë të pakete maleve, të vjen porosia në shtëpi që ke porositur, përdorni kodën paketa e maleve dhe faleminderit Flamingo për të përfituar fix 0% ullje. 0% ullje që është elitare. Po, jetoni më mirë duke kursyer, si elitarët. Dajko. Mërë është për të premte ti. Të premte. Pa edukat, thuet. Thuet urdhro pos dë gjonë. Që të më fashtë të ngro. Jo. Se qa do bëhet të premte. Ka dërguar njoftim Rama. Edi. Njoftim, grupi parlamentari PS-s dhe qeveria do mblidhen edhe asnjë mungesë. Mos mungoj askush. Po ndoshta nga i freskohet koha, se këto ditë ka qenë ky El Niño, po të mërkurën bie shi, të bie më keq. Mërkurë është nesër. Të premte bet levit fare, si duhet mbi në rast, se që tash elektrik mos të. Jo më që ke freskët. Po këta janë elitar. Janë të gjithë elitar. Të gjithë. Po se kështë si ka ky Bazgardi që thua ti? Zegjineja rrjedh nga familja Karolinga se. Mirë, ç'kun kanë. Po ç'do ti me kush të bësh analizën e? Po, do të tjerë. Do dëgjoj ky që ka dëgjuar. Ulsi Manja është merovingian. Ore dëgjoj mua tani, si hapen fjalët to burit dhe. Si hapen? Po si nga mora vesh që ky të premte ndoj mbledhi. Ti kish marr vesh edhe ai, mi thash Bardh Gazi. Bazgardi. Ashtu e ka, Bazgardi. Po. Ja. Në fundi që ka qenë këtë sallë, ka fyer deputetët e opozitës, sepse ai është avokati juaj, jo avokati I popullit. Me sa mora vesh keni mbledhje të premten te pallati brigadave, ftojeni atje t'u raportoj sepse ne se njohim fare. Ju a kemi falur. Bravo Bazgardi. Po jam dëgjoj se kishte për këtë avokatin e Dropullit. Të popullit, no të Dropullit, jo po ti Irini Qiriakos. Të popull, avokati popullit, jo I Dropullit. Si e ka ky shpëtim? I popullit. Shpëtim si ka? Si shpëtim, thot. Kyre avokati se ka ky. Po kyre... Prifti. Shabani, Mohendri Shabani. O Shabe! Bravo. Gjizmeri Manga. Po ky është I popullit, ë? Ky është I popullit edhe ky është I popujve. Ky është elitar. Ky. Te mos t'jetë qaj mungu. Mandi, qa problemi këti? Elitar është, qa se përqenë ty pastaj punë e madhe. Bëj punën të ndë aty, je regjizor, të pjot njeri. Për nga ishtë elitar vete dhe I djegë. Si elitar, po. Shiko dhe syza, qa syza është marrë, sa qa kokën tani, kotë fare. Bëjmë ca thashe theme, të keqe vlaj. Bëjmë, haj. Dëgjo, këtë që kisha dje, qa theme më këshuve? Dëgjo. Icish. Ska problem. Aqë të malë, thash 4 kokrat kam thënë, pra. Një hargjom disa më ngri njerëve. Jo, mirë, vash. Dëgjo të ashti. Edi Ramën po e ndjekin nga Europa. Qa përbin? Po e ndjekin nga Europa për ta kapur. Se po transporton para nga Shqipëria po I qonja shtetit. Dëgjo, ka të 1 euro deputet, qek. Qek? Qek. Qek më po lakë. Bar me hang, se si kështë. Bar me hang? Edhe? Shkri bar me hangër. Mi të një po të rëshëpë. Juar qimi. Qim peka. E Po e dëgjoj nga qekia dhe rikëtu. Ka mua bete qimi, Jo ka shi didhur. Që kur ka lënë mjekë në thith val.
Se këshin dhe një gazetar aty në studio, e bën atë gazetarin Andri Bala, po dëgjojnë qik argumentin. Hajde Qimo. Një intervist e një eurodeputeti e dhënë sot mëngjes për Flavion, në fakt 2 deklarata bombë. Në rast se Edi Rama nuk bën zgjedhje të lira dhe nuk plotëson kushtet e Brukselit, ne do ndjekim atë dhe familjen e tij. Dhe e dyta që është më e fortë, Edi Rama po transferon para jashtë Shqipërisë nëpërmjet familjarëve të tij, ne e dim dhe po i ndjekim. Deklaratë më të ashpër, po ta kishte bërë Sali Berisha, do të thonim është normale, po flasim për një eurodeputet. Kupton ti apo jo? Një eurodeputet që merret kastili me Shqipërinë dhe me Edi Ramën. E di se eurodeputet janë gjithsej. Ja 800. 800 duhet të mbi 500 që ndodh kjo që të ndodhi vërtet, se po tha njëri se pierd njëri fare. Kot për muhabet për të shëthemi, po flisim kështu. Po një teku mund ta kapësh ti thua na 5000 eurosha e kap unë i them na 5000 eurosha goni. Që Rama është i si fije barit. Se kam dëgjuar këtë. Është i si fije barit. Po se është poezia. Shiko lart, shiko barin dhe dëgjoj doktorin. Ç'a thua? A doktor? Tomas Zdechovski denoncoi dje këtë veprimtari kriminale të Edi Ramës si njeriu që përdor familjarët e tij për të transportuar para jashtë shteti. Deklarata e europarlamentarit është aktakuza më e rëndë që i bëhet personalisht Edi Ramës dhe familjarëve të tij nga një personalitet i shquar në Parlamentin Evropian, i cili shprehet se po ndjekin parat, rikujton pra parimin e kapjes së mafjes duke ndjekur parat, e pa shembull, e pa precedent. Dhe ndonë se kanë kaluar 24 orë, Edi Rama nuk ka hapur gojën, ka heshtur si fia e barit. Çdo akuzë që fillon me që është citati i një personaliteti të shquar, qëndron. Për shembull, Gandhi ka tha atëre, ne nuk do përdorim armë, do shlirojmë me paqe. Churchill i tha, Anglia do vazhdoj luftën derisa gjëra ashtu. Ai Franklin Delano Roosevelt, FDR i Amerikës. Tha Amerika po hyn në luftë do të shliroj planetin. Dhe Thomas Dizhketski ka thënë që Thomas Dizhketski e ka harruar e ima që ka pjellur kush është. Është personalitet. Por është personalitet, nga më të shquarit europarlamentar. Në qoftë se s'bën zgjedhje. E ka karikën ngjitur me Fredi Melieri. Ne do ta marrim atë dhe familjen e tij. Do e marri Thomas Dizhketski. E vetmja gjë që ka marrë Thomas Dizhketski në jetën e tij është për tek e arit. Si fija e barit. Si mbajt fija e barit, si e mbajt Çobani fjen e barit në gojë. Tak, edhe e thith cigare. Bravo. Këtu hyn dhe paketë maleve. I bën një interpretim ky djali. Ku djali? I bën një interpretim Andri dhe quajti, ky është një shantazh. Shikoj. Nuk i falet një personi si ky zotëria që kryesisht me media që del me media dhe bën shantazh. Edhe metodologjia e shantazhit është dhe e shëmtuar. Pse është e shëmtuar? Pra një ekspert do ta di që nuk mund të thuash në televizion që ky zotëria do të ikë ose ndryshe do përfundoj keq. Pra ne do merremi me të dhe me familjen e tij. Se ja bën Ramës dhe ndoshta zotëja di, po t'ja kishte bërë Trumpit për shembull ose dikujt tjetër, i çik me më shumë këllçe, e merrshin me aeroplan. A kupton, ndargen në gjumë bashkë me gruan, e thosh hajde se ç'a di. Bashkë me gruan. Bashkë me gruan, siç këtë. Sepse ka Thomas Dizhketski, po ka dhe grua e Thomas Dizhketski. Zeskina. Që ajo do ketë Tomazina Dizhketski. E kam fjalën që ajo fusin porrës që janë deja dhe sa të mirë ka gruan ai. Po ç'të duhet ty me gruan e tij? Ose këta që flasin shumë zakonisht. Shiko, tani ja të them unë që ta demaskoj unë Edi Ramën. Edi Rama vjen anashti. Do ta demaskoj. Se demaskon do. E demaskoj. Me bast. Me sa duash? Me 1000 euro metër katror, 1000 metra katror sipërfaqe. Do të fal vilën e Edi Ramës. Ku do e pjellë që do ma falësh mua? A është e Ramës? Do ja marrë, do ja konfiskoj. Se ku do të bëj?
Ja konfiskoj? Ti personalisht. Ku gjeti ai pa pun pas gjë me fjalë? Shiti librin. Çi libër? Kurbanin. 300 kopje dhe 200 kopje këta Albania Files. Ka shitur ato pikturat nga 1000 euro copa që i bën ai vogël, kështu çikët e vogla. Pse u ka ta di se si shkollaku? Pse u ka ta di se si shkollaku? Pse shkollaku ti e di. Gazetar i pasionuar, puro i pastër, nuk njeh atëre dhe gjërat këtë marrë nga pushtetet. Thot të vërtetën. Të vërtetën. Të vërtetën gjithmonë. Çka ka thënë Serra? Ja dëgjoj, demaskim. Po mandi. Patjetër, unë se si mundet një njeri, them unë, që s'ka bërë as punë jetë në vetë, të ketë një vilë 1000 metra katror, të ndërtuar nga biznesmen shqiptar dhe arkitekt të huaj, dhe të thotë që këta kam bërë se kam shit librin Kurban. Si mundet një kryeministër të blej shtëpi gjysmë milioni euro në mes të bllokut dhe të thotë e kam nga honoraret e gruas. Tani, e di ku është kjo që Rama realisht ka një haraç për të paguar. Është si puna e saj. Qa është vajza ta? Vajza punon në i bordello, po thotë që ruani mbani moralin lartë. Po, është si ai. Qa të punon vajza, i tha? Vajza ime, i tha, është kështu shkon në restorante dhe i japin darga falas ata dhe i bën vlerësime dhe i hedh në Instagram, pastaj shkon në night club i bën vlerësime kështu. Po vajza atë çfarë punon? Kështu i tha dhe vajza ime, kur me lek i tha, po s'di ta them kaq bukur aty. Shumë bukur. Publicitet o mandi. Ash do kërnaqemi. Me çfarë? Do na marrësh shkorta. Pas këtij Kanye Westit. Kanye Westit. Kanye West. West. Ma kujtoj gjikën e fundit të ti? Where's it gone, is it gone, jo, është dashur diku ai. Po qa këndon kjo? Ai amorozo diku. Qa këndon kjo? Kenya Westi. Qa thua Mondi? Si mbanë mënda si kënë? Qita qeveria. Shketi, pa i shketi ka bërë Kim Kardashianin 50 grua që të merë të ashtë legë. O, Mondi. është bëri famshë. E di që është Kim Kardashiani. Kim Kardashiani. Dashi? O, jo, e ka dhënë me fakte, a nëzori video në Miro, e gjë tani. Kush do vi tani, që do kërnaqemi, do na kërnaqi syri. Do vi në Michael Jackson, në Drake, në i gjë këshu. Do vi Gina Lola Brigida, J-Lo, si e ka jo. Brigida ka maruar punë. Po kjo J-Lo, qaj J-Lo është Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez në Shqipëri. Që del vetëm me brek. Jo, mos del vetëm me brek, del pa brek. Do na kërnaqi syri. Mondi, ke buletën nga mua. Ka dalë reklama. Do vem ne? Ne kemi ftesa dhe mbulesa. Do e fusim dorën në xhep. Shkoj. Bilet! Sa na qinjes nav zotrinj! Për ty e ka Mondi. Joni të lalin tuaj Trifon që sot do t'ju gëzoj. Se ka sa ban tonë e ka sa i disur 2 zonja. Njëra do të këndoj, tjetra do të loz me ofe aman aman. Asnjëri mos betet pa ardhur shesh. Anëmet e nderuara do të kënaqin Miletin me këngët e tyre. E qava apo jo më janë me? Të lumë. Mileti marrë do të vi, e ndjej me hundur. Veçat këngën, Sare Trëndafilje, që ma bërë me hile, e më qafshje pa se këndoj për mua. Do ta këndoj Jeniferi. Sare Trëndafilje. Qa thua? Ta anulluar? Kush anulloj, mo? Kush? Me ju interesuar për J-Lon, për Jennifer Lopez. Do t'i jepni dhe asa ka 3 milion euro? Jo, për Jennifer Lopez, jo, e kemi refuzuar për momentin se kërkon dhe 2 milion euro garanci nëse do ketë protesta. Dhe e kemi refuzuar se nuk e hapim do të garanci. Mirë, kjo është kosto e destabilizimit vendit. E para një nuk është destabilizim. Për ata që e duan J-Lon në Tiranë, ta dinë që nuk ja kemi ofruar dot të garancit. Se kemi bërë këtu si tregtëzi, e kupton? Dhe J-Lon tha, shkoj të kërkoj 2 milion, po me dha mirë, po s'me dha mirë se biletat e ndiqën si shite. Po 2 milion do J-Loja. J-Loja zakonisht shukur këndon në botë. Me nga 5 nga 6. Do në garanciore, që është protesta se mos anullohet koncerti, 2 milioni do në gjep. Po normale, se s'do videri këto ose... Njoftoj njerëzit që u anullua, të njoftoj njerëzit që u anullua se kanë vrapuar. Nuk do shkojmë. Milet, lani vesh të lal Trifonin edhe njerë. Zonjat kanë urdhëruar të këndojnë në Lushnjë, nuk kanë për kënduar sot. Asjerit mos pesdiset e të mlidhet në shesh. Hanëmet janë pak pa qef. Hanëm ja është pa qef.
është gjelëja pa qef. Edhe merdi me inat me këtë Erion Po Koreshi. do i vide qefi vetë rrugës. Erion e ka ai, Koreshi. Vaf Koreshi. Deputeti ore. Deputeti Sajmiri. Sajmir. Se derina, çka ka bërej? Kemi muhabet e bashkë dhe nuk të ndajmë. Se çka ka? Se dëgjove ti? Jo. Nuk më pëlqen mua, tha, ai Kanja Westia, më pëlqen Luan Zhegu. Se dëgjove ti? Fol. Luan Zhegu më pëlqen dhe mua. Po dhe mua, shumë. Po ai ka luan Maneasën në Lushnjë. Tani ky ishte kaq i mirë ky këngëtari, sa unë e njova vetëm kur do vinte në Shqipëri mas do merrte 4.3 milion euro. Shatarava, tani jam siguro skeptikun. Unë jam të Luan Zhegu akoma. Ashtu kam qefën e ty. Ti e emancipur, kërceve rock and roll. Vure bandan, ko këti ullësia dhe kërceve rrupë si dupë që ti. Se që ne du me def. Ne ati në Lushnjë nuk du me vedëm. Nësë për në vinë nasi lek nga ministria, për ka ba muzeqare. 2 milion vjetra, kënojnë gjithë muzeqare. Ju 4.3 milion lek i mori i që e qynë edhe? Këntajnë Kanye West. O Mondi, i pëlqen Luan Zhegu. Po pritor, një minutë se... Të kumë bështeten. Të kumë bështeten. Tregoj që koncertin që ka bërë Mondi. Këndon Mondi. Vetë? Bore, shikoj Mondi. Hajde Mondi, jepe. Nga Luan Zhegu. No, zëtë bukur ka. Bravo, Mondi. Pështu desh, more, dushma. Për këto dhe të tjera dashurit mos u largoni. Pavarësisht nga pozicioni që keni me punë, pa punë, në shtëpi apo në pension, ju jeni gjithë elitar të Fake Popit. Faleminderit që ekzistoni, nga unë dhe Albano, natë mirë. Falem me gjallë riti, çka do? Natë mirë, urojmë gjithë natë sa më shumë bekë. Mondi, natën. Mondi mos këndo kështu me karaoke se Lena.